Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Sot, krahasuar me tetorin e vitit kaluar, kur vlera e një bitcoini ka qenë rreth 130.000 euro, aktualisht çmimi i tij është dikun rreth 65.000 euro. Çfarë do të thotë kjo lëvizje dhe ky dallim kaq i madh në vlerën e bitcoinit? Po fillimisht kjo rrëmje e bitcoinit nuk është që vjen rastësisht. Kështu funksionojnë në fakt rrjetet financiare, edhe kripto është pjesë e rrjeteve financiare. Normalisht kohët e fundit kena pas shumë panik për lufta, gjithashtu me publikimin e dosjeve të Epsteinit është kriju një panik e re, sidomos sa i përket kriptovalutave, duke lidh Epsteinin edhe me krijimin e bitcoinit. Kështu që gjitha këto kanë kontribu normalisht që me ardhur deri te ky çmim ku jena sot, sepse zakonisht masa manipulohet në rrjete financiare përmes frikës, edhe muj me thonë lirisht që sidomos 6 muajt e fundit ka frikë të hatashme në rrjetet financiare. Po kontribut të madh, gjithashtu ka edhe ngritja e arit edhe argjendit, e pastaj edhe kreshi që quhet ashtu, që pat ari prej 2.5 trilion dollarëve mrena ditës. Apo flasim për një krizë të kriptovalutave, apo vetëm për një fazë të përkohshme e cila mund të largohet me kalimin e kohës? Historikisht nëse i shohim grafet se çysh ka performu Bitcoini dhe viteve të kaluara, shohim që gjithmonë ka pas rrëmje të tilla edhe panika të tilla. Për shembull, kjo është, muj me thonë, duke mos e marrë parasysh disa vite në më herët kur u kriju Bitcoini, cikli i katërt në të cilin do thujse i njëjti sen. Gjithmonë, herën e fundit e kemi pas kur ka kolapsu këmbimorja FTX-it në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka rrotë Bitcoini prej çmimit 69.000 në çmimin 15.700, ndërsa tash kemi rrotë prej zonës 126.000 dollar, që u kanë all-time high, çmimi më i lartë në herë që ka prek, edhe për momentin jena në zonën 66.000 dollar, ndërsa dje ka prek në 60.000 dollar. Ajo që ka përdu me thonë është se kjo është e zakonshme që vazhdimisht ndodhe dhe ka me ndodhë në rrjetet financiare, sepse rrjetet financiare janë të krijume në këtë mënyrë që me funksionu në cikle, edhe normalisht gjithmonë këto janë të krijume që me fitu vetëm një pjesë e vogël, ndërsa masa ose njerëz të rëndëmt me kanë ata që humbin më shumë. Kështu që personalisht më shumë shqetësuese kisha pa nëse kish pas interes të blerjes kur ka qenë të zona 120.000 për mijë ose 110.000 për mijë, se sa në këto zona tash, sepse me mendjen e një investitorit, me mendjen çnosh normalisht duhet gjithmonë blerjet me i bon në zonat sa më të ulta të mundshme, jo në zonat më të larta. Unë e kuptoj që tash ka frikë të madhe tek masa, edhe blerjet thujse bllokohen, këto nuk bëjmë blerje masa mirë, po nëse e shoh basta asaj që ka thojnë ekspertat, edhe ata që i njohin rrjetet financiare dhe që kanë qenë pjesë e tyre, kjo ata na dhojnë një mesazh që gjithmonë do të më shfrytëzu këto zona për blerje. Kështu që nuk e shoh si diçka tragjike, është sen që ka ndodhur vazhdimisht, ndodh në stock market prej vitit 1870, ka me vazhdu edhe me ndodhë në kripto, e cila është kriju në vitin 2009. Nga ajo që thatë, nëse e kam kuptuar drejt, personat që më shumë të i humbin nga kjo rënje janë investitorët e vegjël, pra që janë një masë më e madhe në këtë rast. Po, në rrjetet financiare quhen retail investors ose njerëz të rëndëmt, që domethënë investojnë parat e veta ose marrin parë hoa qysh edhe ka plot raste, edhe vendosin me investu në mënyrë që me fitu diçka prej rrjeteve financiare. Faktikisht ky lloj i tregtuesve ose ky lloj i blerësve është pikërisht është lloji i tregtarëve i cili e mban këtë treg gjallë, i cili bjen likuiditet në treg. Pastaj normalisht vinë edhe parat e mëdha, parat e institucioneve të ndryshme, të cilat kanë me i shfrytëzu këto parë që janë prej njerëzve të rëndëmt, si në gjuhën e rrjeteve financiare quhet exit liquidity. Pra është normale dhe dihet që njerëz të rëndëmt janë ata që humbin sasi kaq të mëdha në rrjete financiare. Çfarë ndikimi ka rënja e Bitcoinit tek kriptovaluta tjera, zoti Bajrami, në këtë rast?
Bitcoini është ai që udhëheq tregun. Çdo direktive Bitcoinit normalisht që ato kanë me pasu edhe coina tjera ose kriptovaluta tjera që quhen altcoins. Fatkeqësisht gjatë rritjes së Bitcoinit që kena pas prej 15.700 deri në 126.000, nuk u kanë një përcjellje e duhur e coinave tjerë ndaj Bitcoinit. Mirë po ka disa prej atyre që kanë performuar mirë. Tash edhe anën e kundërt. Kur bën Bitcoini, këtu ndikohen shumë më shumë se sa kur hy Bitcoini. Sepse ju thash fillim, Bitcoini është ai që dirigjon tregun. Nëse Bitcoini nuk është në gjendje të mirë edhe ka rëmje të vazhdueshme, është ai i pari që jep mesazhin që tregu po vjen edhe vazhdojnë edhe coina të tjerë me radhë. Për arsye se coina të tjerë, çmimin dhe çdo kënd tjetër çmimin e merr në bazë të investimeve të pareve, të hyrjes të parës, edhe daljes të parës prej tyre. Kështu që kur ka krizë dhe panik, edhe rëmje të Bitcoinit, atëherë njerëzit fillojnë me të rrek parët e veta, edhe fillon me ra komplet rregu i kriptovaluta. Vetë sa për ilustrim, prej kohës kur ka qenë $126.000 Bitcoinit deri dje që ka prek $60.000, janë hek prej tregut të kriptovalutave më shumë se $2 trilion. Ndërsa vetëm 15 ditë e fundit ka humbje të realizume që në gjuhën angleze quhen realized loss mbi $30 miliard. Pra humbjet janë shumë më të mëdha se sa herat e kaluara, mirë po duhet me pas parasysh që tregu i kriptove kësaj here ka qenë shumë më i madh edhe ka aspekti i hyrjes parave që ka prek domethënë $4.2 trilion. Çka tregon ky nivel i humbjeve, zoti Bajrami, është më vështirë që të bëhet një rekuperim nga ana e investitorëve të cilët kanë psu, apo si mund të interpretohet ndryshe? Po, është vështirë me u rikuperu, sidomos ata që kanë investuar në zonat e larta, që zakonisht edhe fatkeqësisht shumica e njerëzve investojnë gjithmonë në zonat e larta, që na i quajnë zonat e lakmisë. Çfarë do të kupton kjo zona e lakmisë, zoti Bajrami, nëse mund ta thjeshtësosh për shikuesit? Po, zona lakmis është, për shembull, rasti konkret kur Bitcoini u shku për $110.000, atëherë shumica e njerëzve kanë filluar me ble Bitcoin sepse shumë prej tyre kanë prit që Bitcoini ka me prek $200.000. Po kjo është lakmi që mbjellet qëllimisht prej atyre që e dirigjojnë këtë treg. Pse mbjellet qëllimisht? Sepse njerëzit psikologjikisht edhe emocionalisht nuk janë të prirën edhe nuk janë të krijuar për me blen zonat kur ka kriza edhe kur tregu është duke ra. Mirë po, janë emocionalisht edhe psikologjikisht, janë të përgatitur me ble vetëm kur tregu është duke shku në nivelet më të larta, sepse e nijn veten më të sigurt. Në fakt, ato është rreziku më i madh edhe pikërisht kjo është arsyeja pse investitorët e thjesht humbin shuma të madhe të parave për shkak se i ka lakmia. Edhe nuk din me menaxhu këtë emocionin e lakmisë. Veç me thonë një thonjë të Warren Buffett, i cili është një investitor shumë i njohur edhe po besoj e njohin shumica e masës, ai ka thonë duhet me kanë lakmitar kur shumica tuten, edhe duhet me u friksu kur shumica janë lakmitar. Kështu që me ligjet e tregjeve financiare dhe njerëzit që kanë pas sukses edhe që njihen për suksesin e tyre, investimet gjithmonë duhet me u bë kur ka kriza, kur ka flikë të madhe, kur asetet vinë në nivelet më të ulta ose prej më të ultave, ndërsa nuk duhet me i bë investimet kur gjithçka është duke hecë ose duke shkuar në çmimet më të ulta si aset. Pra edhe ju nga personalisht veproni në këtë mënyrë kur përballeni me situatat e tilla, pasi që treguat edhe në fillim që merreni tash një kohë me tregun e kriptovalutave. Na mundohemi me bë këtë praktik. Tash ka raste kur fillon akumulimi i disa projekteve më herët, mirë po gjithmonë e kena parasysh edhe gjithmonë e kena në mendjen tonë ato që asnjëherë mos me investu all-in ose komplet paret me i shtim me një zonë caktuar. Mirë po duhet me kriju një plan, edhe me funksionu në bazë të atij planit, edhe me akumulu në zona të ndryshme. Me pas parasysh që nëse ti je duke vler Bitcoinin në $80.000, me pas parasysh që ka hapësirë me ra hala, edhe me lan asete tjera ose sasi
pareve që mund është me akumulu edhe të zona e $60.000, e ndoshta edhe ma port. Kështu funksionon, kështu do të me kanë një plan i cili funksionon. Kjo nuk do me thonë që fitimet ka me kanë të menjëhershme, ose kemi fitu mas një uje, mas 2 muje, mirë po në rast në investitorit, investohet në këtë mendësi, në këtë mënyrë. Ndërsa në rastin kur je tregtar ditor, që atë punë normalisht e bojna në edhe komuniteti jonë, dy anë të bojna edhe investimin edhe tregtimin, atëherë ato ka tregtim ditor. Tregtimi ditor ka raste kur mrena ditës mundet me t'i dhanë 4-5 mundësi fitime, 3-4 mundësi humbje, mirë po është tash menaxhimi i riskut që ti e bën ose që ti e praktikon, ajo që ty ka me dalu edhe ka me të mundësu me gjeneru profite, ose anën tjetër me gjeneru edhe humbje. Cili do të ishte mesazhi juaj, zotëri Bajrami, për gjithë ata që janë shqetësuar nga kjo rënje e Bitcoinit? Unë edhe për zakonisht edhe njëna për qëtë punën në komunitet që e bëj që kur ka ramje tila, kur ka krizat të tila, jam shumë optimist. Prej përvojës që e kam, prej viteve të kalume edhe prej cikleve të kalume, kjo që ka pëndosët nuk është diçka e re, ka ndodhë edhe maherët mirë për gjithmonë mas këtyneve zonave që jena sot, dhe mas këtyneve krizave dhe humbjeve, gjithmonë kanë ditë morë ditë mira. Dhe kjo këta dëshmën çdo graf që na mujna me pa, edhe dëshmën historia e Bitcoinit edhe trejtje financiare. Kështu që unë këshilla që kisha me dhonë është ma shumë psikologjike, është që mos më ushqetësu shumë në këtë aspekt. E di që ka shumë njerë që kanë humbë paret mëdha në kriptovaluta, mirë po, fillimisht do të me di që kriptot janë maraton, nuk është garë sprint që kryet më nëna 2 muje ose 3 muje, do të më përgadit për maraton, edhe ai që përgaditet edhe e sheh kripton si maraton, vjen një moment që ja del, edhe del fitimtar prej këtij tregu. Nëse përjashtojmë këtë krizë me rënjen e vlerës të Bitcoinit, zotëri Bajrami, ku qëndron Kosova sa i përket përdorimit të kriptovalutave, si nga ana shtetërorëve, por edhe nga tregtimi jashtë vendit? Po, në bazë dhanave që na i kena prej kombimoreve, prej Binance, Bybit e tjerë, vetëm në Binance, për shembull, 25% e popullit të Kosovës mirën me kripto të paktën në bazë ditore. Tash, mirëja me kripto nuk nënkupton vetëm tregtim edhe investim, po ka prej tyne që përdorin edhe për transaksione globale ose për pagesa globale për bizneset e tyne. Nëse e krahasojna me pjesën tjetër të Evropës, jena të dytit mas Ukrainës për adaptimin e kriptove, do me thonë shkolla adaptimit kripto në Kosovë është shumë më e lartë se sa në komplet vendet në Evropë, sidomos në rajon. Na vazhdimisht jena në kontakt me kombimore të ndryshme, edhe dhona që ata na japin për Kosovën, edhe për adaptimin e kripto në Kosovë janë të jashtëzakonshme, po gjithashtu edhe mënyrën e përdorimit të tyre, edhe mënyrën se si zhvillues në Kosovë janë duke zhvilluar gjithashtu në Web3. Personalisht, unë kam bërë shkrime edhe mendoj që Kosova e ka shumë pikë të fortë adaptimin e kriptove, adaptimin e teknologjisë, si Web2, si Web3, kështu që do të me shfrytëzu si shtet, sepse mendoj që është një prej aseteve që na karakterizon në rajon edhe në Evropë. Si mund shfrytëzohet kjo, zotëri Bajrami, në këtë rast? E para, gjithmonë është edukimi. Duhet me u eduku, mas pari se kripto, para se me kanë diçka tjetër, para se me kanë teknologji, është treg financiar. Me u eduku në aspekt të tregjeve financiare, e para edhe e dyta, Kosova është e pasur me zhvillues të softverit. Edhe ICT-ja është njëna prej industrive në Kosovë që shkëlqen tash disa vite. Të njëjtën qysh ka shkëlqy ICT-ja në Web2, mundet me shkëlqy edhe në Web3 në blockchain, e cila është teknologjia mbrapa kriptovalutave. Çka nënkupton kjo? Kjo nënkupton që sa më shumë zhvillues në blockchain, më shumë vende të reja të punës, edhe sa më shumë vende të reja të punës, kjo është është shumë pozitive për ekonominë e Kosovës. Ka dhe mundësi tjera që mundet me shfrytëzu blockchain edhe kripto, na veç jena në kontakt edhe me qeverinë edhe me Bankën Qendrore të Kosovës që me zhvillu diçka edhe me bë diçka,
që asaj një farmyre që thot populli mja po hajrin komplet populli, edhe me kanë gjithçka e rregulluar me ligj, edhe mbikëqyrën prej Bankës Qendrore të Kosovës, që është njëna prej saneve kryesore që në mënyrë që na duhet me implementu edhe me punu në drejtim të kësaj, që këto transakcione, çdo veprim që ndodh në kripto me kanë vazhdimisht në mbikëqyrje të Bankës Qendrore të Kosovës, edhe të qeverisë të Kosovës, sepse për ndryshe kripto demo përdor edhe për punë kësia. Shumë faleminderit zotri Bajrami për gjitha këto informacione dhe kohën tuaj që ndatë për qenë pjesë e emisionit Rreth Rrotull. Faleminderit edhe për juve për ftesën. Dhe kështu të nderuar shikues, kemi arritur në fund të edicionit për ditën e sotme, por edhe për këtë javë. Unë ju ftoj që të qëndroni edhe më tutje me programin e televizionit Dukazini. Mirëmbëjtje.